Në janar të vitit 2026, SNA publikoi një sër dokumentesh dhe faktesh që tregonin se si kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erion Veliaj, dhe vëllai i tij Arber Veliaj kanë paguar $220.000 lobim në SBA kundër drejtësisë në Shqipëri, me drejtim qëndrime kundër Spakut dhe prokurorit të çështjes Olsdado. Dokumentet e publikuara tregonin deklarimet e kompanisë lobiste Kazovitz LLP, dorëzuar në Fara pranë Departamentit të Drejtësisë në SBA, ku thuaj se vlera e paguar nga Erion dhe Arber Veliaj për lobimin në SBA kapte shifrën prej €219.945, pra rreth $220.000, një shumë që ishte kryer si pagesë në 5 këste. Pagesat janë bërë me qëllimin për të kontaktuar dhe komunikuar me kongresmen, senator dhe media për publikime të ndryshme për rastin e Erion dhe Arber Veliajt, por përveç lobimeve, dokumentet treguan edhe një letër drejtuar senatorit amerikan Durbin, ku kompania lobiste theksonte se personeli i Spakut që është përfshirë në çështjen e hetimit të Veliajt është në konflikt. Në dokument thuaj se prokurori Olsdado është një antar aktiv i partisë autoritare opozitare, zhvillues pronash, si dhe theksohej se Erionit i ishte caktuar një gjyqtar me lidhje të forta me PD-n. Këto janë mashtrime të zbuluara njëra pas tjetrës, të zbërthyer nga SNA. Pasi as Veliaj dhe as ushtria e tij që e mbron nuk kanë mundur të publikojnë një dokument vetëm që tregon se Olsdado ka kërkuar të bëjë një shtesë apo të modifikojë pronën e tij dhe dokumentin që atij i është refuzuar ky veprim, ndërsa vendimet për qëndrimin e tij në arrest me burg kanë kaluar në çdo nivel gjykate në Shqipëri. Po ashtu në këtë raport u zbuluan se janë shkrimet e Merobazes, Ylli Manjanit, Halit Valterit që çohen si raporte në mediat amerikane për lirinë e Erion Veliajt. Erion dhe Arber Veliaj kanë lobuar në SBA duke paguar $220.000 për të fabrikuar gënjeshtra dhe për të mashtruar publikisht, duke hedhur balt mbi prokurorët, gjyqtarët, drejtësinë dhe Spakun. Fushata e re e sulmit sërish mbi Spakun. Erion dhe Arber Veliaj kanë lobuar sërish kundër Spakut. Sipas Birn, është paguar një tjetër shumë prej $220.000 nga tetori 2025 deri në mars të 2026. Sipas dokumenteve të depozituara në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Fara, pagesat janë kryer nga vëllai i kryebashkiakut të Tiranës, Arber Veliaj. Sipas Birn, në 17 shkurt të këtij viti, studio ligjore amerikane Kazovitz Benson Torres i shkroi zyrës së Obdatit në Departamentin e Drejtësisë në SBA për të kërkuar një takim për llogaritë e Erion dhe Arber Veliajt. Ky email i deklaruar së fundmi si pjesë e dokumenteve të depozituara në zyrën e agjentëve të huaj në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Fara, u pasua me një të dytë në 19 shkurt. Sipas Birn, dokumentet dëshmojnë se fushata e lobimit të Veliajt në SBA u zgjerua, duke shënjestruar për post figurave politike, senatorëve dhe kongresmenëve apo organizatave të drejtave të njerëzit, edhe zyrën për zhvillimin, ndihmën dhe trajnimin e prokurorëve jashtë vendit Obdat, si dhe pjesë të Departamentit të Drejtësisë apo institucione amerikane që mbështesin me trajnime dhe financime Spakun. Sipas dokumenteve nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, rezulton se Veliaj ka shpenzuar rreth $430.000 që prej 20 gushtit të vitit të kaluar deri në momentin e deklarimit të dytë në 19 shkurt. Shuma me shumë gjasa do të rritet dhe lobimi në SBA do të vazhdojë. Sipas dokumenteve të depozituara në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Fara, pagesat janë kryer nga vëllai i kryebashkiakut të Tiranës, Arber Veliaj. Avokatët e Veliajt mësyn Obdat. E pyetur për komunikimet me Obdatin dhe aktivitetin e lobimit në Shtetet e Bashkuara, zyra avokatore amerikane Erion Veliajt tha se kontaktet me këtë institucion lidhen me rolin që Obdat ka luajtur në krijimin dhe mbështetjen e Spakut, ndërsa argumentoi se aktivitetet e ndërmarra në SBA janë të lishme dhe synojnë të mbrojnë të drejtat e klientit të tij. Siç e kemi bërë të qartë në letrën tonë drejtuar Obdatit, duke pasur parasysh kontributin themelor të këtij institucioni në krimin e Spakut dhe rolin e tij në reformën në drejtësi të ndërmarrë në kuadër të procesit integrimit evropian të Shqipërisë, ne besojmë se shqetësimet tona mbi përdorimin e paraburgimit nga Spaku për qëllime që i konsiderojmë të palishme dhe të motivuara politikisht meritojnë vëmendjen dhe reagimin e Obdatit, tha Kazovitz Benson Torres. Aktivitetet lobuese të kryebashkiakut Veliaj janë një formë e lishme e shprehjes dhe mbrojtjes së interesave të tij, veçanërisht në një proces që ngre pikpyetje mbi integritetin dhe drejtësinë e
e ndjekjes penale të zhvilluar nga SPAK-u, një institucion që ka marrë dhe vazhdon të marrë mbështetje nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara, shtoi ajo. Birën më tej zbulon se studio amerikane Kazowitz Benson Torres ka depozituar së fundmi në fara një raport të dytë mbi aktivitetin e kryer për llogaritë të Veliajt, i cili përbëhet kryesisht nga emaile, takime dhe telefonata drejtuar politikanëve amerikanë dhe kontakteve të tjera ndërkombëtare, si dhe nga shpërndarja e artikujve në mbrojtje të Veliajt. Tashmë në fushatën e re kundër SPAK-ut kemi një zhvendosje të fokusit të lobimit, duke përfshirë ofrimin e informacioneve pranë institucioneve amerikane lidhur me prokurorinë e posaçme, SPAK-un dhe mbështetjen e saj nga partnerët ndërkombëtar. Në sulm ndaj SPAK-ut, sipas formularit të farës të dorëzuar në 14 maj 2026, firma përfaqësuese Kazowitz LLP deklaron se ka ofruar informacion në lidhje me financimin dhe trajnimin nga SBA-ja të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të Shqipërisë. Pjesë e këtij informimi kanë qenë komunikimet me përfaqësues të legjislativit amerikan dhe Departamentit të Drejtësisë. Dosja zyrtare liston emaile dhe kërkesa për takim me zyrën e zhvillimit, ndihmës dhe trajnimit të prokurorëve jashtë vendit OBDAT, një zyrë e Departamentit të Drejtësisë që mbështet zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri. Për gjatë muajve janar-mars 2026, firma lobuese ka kontaktuar me email zyrtar të OBDAT-it përfshirë drejtorin Gregory Dukot, si dhe zyrtar të tjerë të Departamentit të Shtetit. Shuma prej $209.945 është e paguar nga Arbër Veliaj përkon me zhvillimin e njësër komunikimesh institucionale. Dokumenti tregon se firma e lobimit ka kontaktuar stafin e të paktën 15 senatorëve, duke përfshirë Chuck Grassley, Lindsey Graham, Chris Murphy dhe Jenny Shahin. Në dhomën e përfaqësuesve janë regjistruar kontakte me rreth 19 zyra kongresmenësh. Qëllimi i deklaruar i këtyre komunikimeve sipas faras ishte informimi mbi çështjet e procesit të rregullt ligjor të Erion Veliajt. Përveç figurave politike janë shënjestruar edhe organizata ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, si Amnesty International, Freedom House, Komisioni Lantos dhe ekspert të American Enterprise Institute, duke shpërndar materiale që kontestojnë masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut. Lobimi kundër SPAK-ut duket qartë se në këto fushata lobimi janë përfshirë institucionet që kanë dhënë asistencën dhe mbështesin SPAK-un e luftën ndaj krimit dhe korrupsionit në Shqipëri. Në fakt Erion Veliajn nuk e mban në burg SPAK-u, por vendimet e të gjitha niveleve të gjykatave ku Veliaj është akuzuar për 13 vepra të rënda penale. Kryebashkiaku i Tiranës, i cili ndodhet në qelitë e burgut të Durrësit, mendon se me lobime në SBA mund të dalesh nga burgu kur je kapur, duke prishur provat, kur je kapur, duke mashtruar publikisht apo në përgjime me skenar kundër prokurorëve dhe drejtësisë.